Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ju ftojmë të lusim së bashku mbretreshën e qiellit dhe më pas do të lusim edhe orën e mesme. Në emër të Atit, të Birit, të Shpirtit Shenjtë. Amen. Mbretreshe e qiellit, gëzohu, aleluja. Saj që meritove për të bartur, aleluja. Unë gjallë si pa ti thënë, aleluja. Lute për ne hyjin, aleluja. Gëzohu, kaldo Virgjër Mari, aleluja. Zoti unë gjallë me të vërt, aleluja. Lutemi, o Zot, që Jezu Krishtit, u dënjove të ngushëllosh botën, bëj që në nënën e ti, Virgjën Mari, të fitojmë ngushëllimet e jetës së mshuar, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdia Atit, të Birit, të Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. lavdia Atit, të Birit, të Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. lavdia Atit, të Birit, të Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. për shpirtrat të purgatorëve, Ati ynë që je në qiell, u shejtrofte e mrët, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shejtja Marina na hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Jepua o Zot pushimin e pasosur, Dhe ish ndrit drita pa mbaruar. pushofshi në paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, pasi hyi për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde, ti sot më shndret, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Tani po vazhdoj me orën e mesme, sot është e mërkur dhe jemi në javën e 6 të kohës së Pashkëve. Psalmet i marrim nga java e 2 e psalterit. O hy më eja në ndim, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdia Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Eni, o ju sklevër që luteni, me mendje e gojë madhëroni emrin e lumë të hyjit, me këngë lavde të denja. Sepse kjo është koha kur me vendim të padrejt, ja dorëzoj vdekjes së njerëzve gjykatësin e të gjithë shekujve. E shtyr nga dashuria, nga frika e drejtë të nënshtruar, kundër të gjitha sulmeve që na shtia armiku jegër. Të vetmin Zot ta adhurojmë, hyjin atë e Birin e Tij, së bashku me Shpirtin e Shenjtë, një Zot të vetëm në Trini. Amen. Antifona. Aleluja, aleluja, aleluja. Psalmi 119, pjesa e 8. Zoti është pjesa e trashëgimit tim, edhe është fjalën ti mbaj urdhërimet e tua. Tu përluta me gjithë fuqi të zemrës, ki dhembje për mua sipas fjalës që më dhe. I shërtova holl udhët e mia, dhe i ktheva hapat e mi në urdhërimet të tua. Nxitova e nuk vonova, për t'i zbatuar urdhërimet të tua. Më rrethuan leqet e të patënësonve, nuk e harrova ligjin tënd. Në mesnat ngrihem për të thurë lavdi, për shkak të vendimeve të tua të drejta. Jam mik me të gjitha ta që të druan, me ata që i zbatojnë urdhërimet të tua. Lotë shtoka o Zot me dashurin tënde, mi mëso rregulloret e tua. Lavdia Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 55, miku që tradhton. Vështroje o hy lutjen time, mos u fshih para uratës sime, më prano e më vështro. Se në mjerimin tim u shkriva në vaj, prej britmës së armikut, prej ndrydhjes së mizorit. Hedhin mbi mua pa udhësi, më sulmojnë, më trembin,
dridhet zemra ime në mua, më përshkojt me rri vdekjes. Priket merë erdhën mbi mua, më mbuloi një rëqethje e rëndë. Thash, kush do të më jap krah por si pëllumbit, për të fluturuar e për të gjetur pushim? Larg, larg do të fluturoja, në shkretetir do të banoja, do të prisja atë që më shpëton, nga furia e erës dhe stuhis. Shpërndaj o Zot, shtjelloju gjuhët, sepse shodhun e grindje në qytet. Ditën, natën, qarkullojnë mbi mure, në qytet pa udhësi, vuajtje e prita, nuk mungoj në sheshe mujshi e tradhti. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Pjesa 2 e Psalmit 55. Sepse po të më shante armiku, disi do të duroja, të ishte ngritur kundër meje ai që më urren, disi do të fshihesha para ti. Por që ti o njeri shoku im, miku im i njohur im, me të cilin bëra shoqëri të ngushtë, bashkë me turma shkonim në shtëpinë e hyjit. Por unë do të thëras në ndim hyjin, Zoti do të më jap shpëtim, në mbrëmje, në mëngjes, në mesdit, do të dënesi trishtuar, e ai do të më dëgjoj zërin. Ai do të më shpëtoj, paqe do të më jap, prej atyre që më sulmojnë, sepse të panumërt janë kundërshtarët e mi. Hyji do të dëgjoj, do t'i përvujtroj ata, ai që është para të gjitha jetëve. Për ata kthim nuk ka, e hyjin se druan, se cilin ngrej dorën kundër miqve të vet, shkele thyen besën e thënë. Me të butë se t'lyeni e kanë gojen, zemrën e kanë të gatshme për luftim, fjalët i kanë më të buta se vaji, e ata shpat të nxjerra nga milli. Lëshoja kujdesin tënd Zotit, e ai do të jap fuqi, kurrë do të lejoj të bjerë poshtë i drejti. Ata o hy që janë gjakpirës e shpirtkëshi, plandosin në gropën e varrit, që të mos jetojnë as gjysmën e ditëve të veta, por unë do të shpresoj në ty, o Zot. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Leximi i shkurtër i orës së 6, letra parë, Shën Gjonit, kapitulli 5, rreshtat 5 deri 6a. Kush është ai që mund botën në mos qoftë ai që beson, si Jezusi është biri i hyjit. Ky është ai që erdhi nëpër ujë e nëpër gjak, Jezu Krishti, jo vetëm me ujë, por me ujë e me gjak. Nxënësit e panë Zotrin, aleluja. Dhe u mbushën plot me gëzim, aleluja. Të lutemi. O Zot, ne po e kremtojmë me fe ngjalljen e birit tënd e po të lutemi, na e bëj fat të gëzohemi bashkë me të gjithë shenjtrit, kur Krishti të vijë për të gjykuar të gjallët e të vdekurit, nëpër Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqeje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.